çfarë rëndësie ka vazhdimësia në vepra të mira? Allahu subhanahu wa ta'ala detyrat ne I ka caktuar të vazhdueshme. Për shembull namazi. Ne kemi detyrë të falim 5 vaktet çdo ditë. Është një vepër e caktuar në vazhdimsi. Muji I Ramazanit vjen çdo vit. Zakati pasurisë për të pasurit kuptohet. E kanë detyrë vjetore. Sipas rregullave të dhënies së zakatit, të cilat janë domethënë sqaruara në librat e jurisprudencës fikut islam. Përjashtim bën haxhi, I cili është detyrë vetëm një herë në jetë. Pra Allahu subhanahu wa taala I ka caktuar këto shtyllat e islamit, detyrat fetare I ka caktuar në vazhdimsi. Dhe kjo tregon rëndësinë e vazhdimit me veprat e mira. Vepra që Allahu lartësuar I do më shumë, që e pëlqen më shumë, është vepra e vazhdueshme. Prandaj Allahu lartësuar farzet I do më shumë. Ti kryesh në vazhdimsi. Ahabbul amali ila Allah adwamuhu wa in qalla. Vepra që Allahu do më shumë është vepra e vazhdueshme, qoftë ajo edhe pak. Prandaj edhe tek veprat nafile, më mirë të falim namazin e vitrit, falim 3 rekate, po ta falim vazhdimisht. Se sa për shembull njëri disa net fal 5 rekate, ose 7, ose 11 rekate. Edhe pastaj e lë vitrin, nuk e fal rregullisht. Më mirë 3 rekate çdo natë. Edhe ke namazin nafile. Më mirë të falim sunetet rregullisht. Sunetet para farzit dhe pas farzit. Sunetet e caktuara. Për shembull, 4 para dreke, 2 pas farzit drekës. Ti falim rregullisht. Dhe nëse ne kalon ndonjëherë suneti, ta bëjmë kaza, që ta mësojmë veten me vazhdimin e veprat e mira. Dhe kjo është më mirë se sa që njeriu një ditë të fal namaz nafile shumë, edhe pastaj lë krejt namazet nafile. Edhe ke çështja e këndimit të Kuranit. Më mirë të kemi një program ditor të këndimit të Kuranit. Edhe pse këndimi i Kuranit hyn ke vepra nafile, kuptohet. Por më mirë të kemi një program të vazhdueshëm, program të rregullt, për shembull, çdo ditë nga I xuz Kurani. Se sa të ulet besimtari një ditë këndoj gjithë ditën Kur'an, pastaj e lë. Një xuz mund ta këndosh për gjysmë orë ose për 1 orë. Ose për shembull për ditë nga 10 faqe, ose për ditë nga 10 faqe. Madje edhe sikur një faqe çdo ditë. Çdo ditë nga 1 faqe. Po jo me lënë, domethënë që të këndosh Kur'an vetëm Ramazan. Vërtet, muaji Ramazan është muaji I Kur'anit. Dhe muaji Ramazan do këndoj më shumë Kur'an. Por në muajt e tjerë nuk duhet me lënë, domethënë, këndimin e Kuranit, por kjo është më e mira, kuptohet në fjalë. Profeti sallallahu alaihi wasallam veprat I kryente rregullisht. Kana idha amila amalan athbata, kështu ka treguar nëna besimtarëve Aisha radhiyallahu anha. Dhe vepra që pëlqente më shumë profetit sallallahu alaihi wasallam ishte vepra e vazhdueshme. Madje nëse profeti do t'i kalonte ndonjëherë namazin natës për shkak të gjumit, me mund të gjumi, ose për shkak një dhimbje, një smundje, profeti sallallahu alaihi wasallam do të falte gjatë ditës 12 rekate. Kryesisht profeti sallallahu alaihi wasallam e falte namazin e natës 11 rekate. Mund të ndodhte ndonjëherë që I kalonte. E bënte kaza, e zëvendësonte. Kur gjatë ditës 12 rekate. Prandaj, nëse besimtari e ka rregull që të fal vitrin 3 rekate çdo natë, nëse I kalon ndonjëherë, të mos e lëj pa e fal. Por ta fal gjatë ditës. E ti fal 4 rekate, sipas hadithit profetit sallallahu alaihi wasallam. Në një hadith që ka transmetuar Umeri radhiyallahu anhu, profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: kujt I kalon ajo pjesa e Kuranit që këndon gjatë natës, wird ose xuz, kështu përmendet hadith, hizbu au wirdu au juzu, ajo pjesa e Kuranit, ai programi që e ka për të kënduar Kur'an gjatë natës, dhe e këndon ndërmjet namazit sabahut dhe namazit të drekës, I quhet sikur e ka kënduar gjatë natës.
Nga ky hadith mësojmë që shokët e profetit, sipas udhëzimeve, sipas mësimit që kishte dhënë profeti, kishin program të këndimit Kur'anit gjatë natës. Po si e këndonin në namaz, kuptohet, se ata kishin mësuar përmendesh pjesën e Kur'anit që e këndonin. Dhe profeti i ka mësuar që nëse do t'i kalonte ndonjëherë ajo pjesa, ai programi nëse do t'i kalonte ndonjëherë, të mos e linin, por ta zëvendësonin nga namazi i sabahut deri në namazin e drekës. Atëherë do më thënë, bëjmë mirë që të kemi program të këndimit Kuranit, të faljes së namazit nafile, dhe nëse na kalon ndonjëherë, ta zëvendësojmë. Këto janë këshillat e profetit sallallahu alaihi wasallam. Padyshim kjo tregon rëndësi, domethënë, e vazhdimit me veprat e mira.